Miqtë Prizmës, Mariana Koçeku ka shkruar, mbasi nxori Flamingon dhe postoi Berisha, mbasi nxori Kishën dhe kryqin sipër dhe u lut në Zot. Tani tha që keni 10 muaj që ma keni marrë ju muaj mandatin. Kështu që nëse doni të vërtetoni se sa e zonja jam, atëherë shpërndaheni parlamentin dhe bëjmë garë, ju betohem që do vi në Tiranë me kecin tim më të mirë, kecin e mirë timin, dhe do t'ju marrë leje edhe malësorëve të mi për të folë në standard. Mariana Koçeku është bën nervoz me sigurisht me emit edhe shumë element që janë thënë mirë, po sigurisht është një dukagjinse, ka nerv, por ka dhe diçka tjetër. Ka ndryshimin, po këtë ndryshim e shoqëron jo vetëm me mosqarimin, po edhe me atë jo besnikërinë. Do thoni nuk ka se si të ketë besnikëri kur është qeveria kështu, Edi Rama ky. Po kështu dhe ky, Edi Rama nuk u bë për 10 muaj. Ai kështu ka qenë. Pra, këto marrëzi të vrasjes së ndërgjegjes së zonjush Koçekut janë propagandë e mirëfillt idiotësh, të cilët sigurisht kalojnë nga idiotësia në absurd. Unë për Marianën e kam sqaruar muhabetet që në fillim, sepse e kam ditur që është një nga veprimet më absurde dhe më katastrofikisht arrogant të Edi Ramës. Këtë unë e kam sqaruar dhe nuk kam pse e sqaroj më. I kam sqaruar edhe këta që kërkojnë të japin mandatin, nuk mund të japin një mandat një njeri që e ka marrë të padrejtësisht, ka të kultura, e nuk ka pasur turp. Edhe, si t'ju them tash, nuk ka pasur skrupull kur e ka marrë. Nuk ka pasur asnjë lloj skrupulli normal, urban, kur ka pranuar nga Edi Rama të vendoset e para në qytetin e Shkodrës. Ku se ta kishin vendosur në Tiranë, hajde dhe. Turp është do në Shkodër. Në Shkodrën e minimumi 10 vajzave katolike fantastike, muslimane fantastike. Nëse është fjala për të rregulluar raportet fetare. Të vajzave qytetare fantastike, vajzave pse jo dhe nga Dukagjini, të cilat sigurisht mund të kanë kontribut. Ai nuk ka pasur skrupuj kur e ka marrë padrejtësisht, e jo më të japi këtyre tani drejtësisht mandatin. Por mua më bën përshtypje një fjalë që thot ma keni marrë ju muaj, 10 muaj. Mariana nuk ka sqaruar kur pse iku. Mundohen të thonë këtu për fjalët e fundit që ajo thot më pëlqen shumë bluza. Edi Rama kur erdhi në Shkodër kishte vënë nuk provokative siç vendos ai një flamingo roz. Dhe duan të thonë që sigurisht pastaj i ka mbetur hatri Ramës edhe e ka sulmuar me fjalë. Mbase. Po ky nuk është një moment. Kështu që Mariana me inteligjencën e saj për të përfituar edhe për të sqaruar gjëra, ashtu si kundër para 7 vjetësh kam nxjerr videon që flet edhe tiranëse dhe njëkohësisht akuzon ose kritikon edhe shokët e vet student që nuk dalin në protest. Pra i dyti moment që kapet në përdredhje, po themi politiko-morale. Thot 10 muaj që ma keni marrë ju muaj, edhe nuk jep arsye. Kush është arsye e vërtet që ke ikur nga Partia Socialiste nga Edi Rama, të cilët të dy bashk të bën deputeten numër 1 të listës së mbyllur të Shkodrës. Është pikë pyetje. Megjithatë unë po bëj disa pyetje. Kush është arsye? Arsyeja se të kanë thënë maloket gjatë gjithë kohës, është e bezdishme kjo. Është arsye tamam
e bezdisme, ma loke. Bile një prej arsye të krijesës së madhe Sali Berisha në antikomunizëm është edhe arsye të cilit i kanë thënë ma loku. Është një kjo arsye? Apo sot kanë thënë malcore, me s'qap me dhi. Shka me katonare, është edhe kjo arsye? Se nuk është e bukur, si me thënë. Po është kjo arsye, të kanë mbetur hatri nga kjo. Them se është për të mbetur hatri, po jo kaq shumë, sa të dalësh në urrejtje. Të kanë mbetur hatri se të nxirrin në për fotografi me atë qapin e bukur, është i bukur si figurë qapi. Mund ta mbaj dhe unë. Base dikush atje që nuk njeftot ma lok, nuk do mbetesh hatri. Dikush që mjef, po më pa me s'qap, mund të qeshi, po nuk mund të thot ma lok. Se nuk jam. Është kjo. Nuk është gjë e bukur ti thush tjetrës ose tjetrit, qoftë edhe 26 vjeçe, i mor ma lok, se e shef me s'jap. Po i thonë kështu, sepse në mënyrë të beft, Pamerita ngjitet në vend të parë në Partinë Socialiste të Shkodrës. Është kjo një arsye? Mos është arsye ajo që të kanë thënë je e pamerituar. Është arsye se kur ke filluar të bësh nga këto, merresh me lingvistikën ose gegnishten, të kanë thënë rrimaj ti aty, ti do merru me 10. Se dhe kjo është një arsye, po jo kaq, nuk është e mirë të jetë kështu, të vjen edhe keq. Po nuk shoh një arsye tillë kur ke pasur bindje që kjo të bëjnë pastaj të urresh gjitha të turm socialistët që ju thua ma keni marrë ju mua. Ke probleme me grupin parlamentar. Mase nuk është sjell mirë me ty. Me çfarë të kanë karakterizuar. Dhe pastaj thua edhe një nga gjërat e tjera. Atë që e kam thënë unë, nuk e thua ti. Mandati ti vetë u ktheve në vendin tënd, sepse ti nuk je me bindje socialiste. S'ke qenë kurrë me bindje socialiste. Po ju ke marrë mandatin socialistave. Edhe pse si t'ju them tash, në një zonë të mbyllur, zonë kryetare, është tipike e Edi Ramës edhe e Sali Berishës, ku vjen gjithë semenet e tyre, njerëzit e tyre kështu, që nuk do t'i diskutoj kërkush aty në bazë, edhe kjo nuk është një arsye e vërtetë. Mariana Koçeku sigurisht është fyer. Është fyer sepse mund ta kenë karakterizuar, mund ta kenë dëshpëruar shpeshherë në trajtimin e saj. Ka qenë ndryshme në të folur edhe në të shprehur aty, dhe ata sigurisht mund t'jenë tallur, mund t'kenë qeshur me të. Nuk kanë bërë mirë, sigurisht e kanë fyer një vajzë tre, e cila ka krenarin e vet. Por ajo krenarin e saj e ka zhytur, e ka shkatruar e para, ku ka shkuar në një parti së cilës nuk i përket si bindje, si familje, mbas edhe si krahin. Nuk i përket. Nuk janë socialistë. Base po egzagerohem krahin, sepse i bjen qaf atyre të majtëve socialistëve edhe dugagjines, cilët thonë, çfarë duhet thonë, jemi të prerë, nëse jemi mas socialistave, ju kërkoj të falur. Po në përgjithësi është një ide e tillë. E ke thyer kur sigurisht ke pranuar, edhe këtu kanë të drejtë ata, kur ke pranuar pikërisht ti je edhe e para. Ti duhet të drejtohesh jo socialistave dhe ato që sigurisht nuk janë sjell mirë me ty, ose kanë bërë gabimin duke të fyer, ose je bërë pjesë e memeve. Ti duhet ankohesh Edi Ramës. Duhet shkruaje një elegji, duhet sqaroje të gjithë popullin që unë jam e mërzitur, unë jam fyer dhe konsideroj marrje mandati për 1, 2, 3, 4, 5 arsye. Përndryshe nuk je një neomalsore. Nuk je një
person kaq i pastër sa thua. Përkundrazi, edhe 26 vjeçe, nuk e di se sa mund t'jesh, që sigurisht më vjen keq, jashtëzakonisht më vjen keq, sepse një moshë të tillë edhe mund të thyej shkollaj. Unë e shoh që ti nuk je thyer. Ti je coptuar plotësisht. Ti ke marrëveshjet e politikës. Ti po kthehesh në hakmarrëse. E ke shëmtuar jetën tënde, ka qenë shumë më e bukur jeta jote me Kecin. Tash je kthyer në Flamingo. Është fatkeqësi e madhe. Nuk bën një vajzë e tillë, krenare, malsore, kthehesh në Flamingo. Edhe për ma tepër, Flamingo, për të cilën flet mirë edhe Sali Berisha. E kupton sa keq është kjo punë. Imagjinon Sali Berishën me Flamingo njësoj. Më vjen keq, mbase të kanë rënë qafë me fjalët, mbase të kam rënë fjalët e mia në qafë, mbase kanë rënë shumë, të kemi rënë në qafë. Por më tepër i ke rënë në qafë vetes. I ke rënë në qafë vetes, duke bërë llogari gabim, duke mos qenë në postin e dur, në vendin e dur, me idetë e dura, dhe tani duke u përdorur edhe politikisht. Kjo është t'i bish në qafë vetes, dhe mos jesh koherente e drejt me veten. Duke mos qenë koherente e drejt me veten, edhe pse 26 vjeçe unë të fal, unë personalisht fal, por shoqëria nuk ta ka me borxh me të fal. S'të ka me borxh. Asnjë lloj borxhi nuk ka. I ke borxh vetes, i ke borxh zonës i përfaqëson, i ke borxh Shkodrës, kam përshtypjen që i ke borxh edhe religionit, por kur i ke borxh vetes, i ke gjithë botës borxh. Mariana, vazhdo luftën tënde, siç e ke menduar ti, por kije parasysh këtë që të thash. I ke borxhe vetes.